Mëlçit të skuqura me qep nga duart e mamit. Si I përgatitim tani? Në fillim do presim këto dhjamrat edhe mëlçitët, të gjitha bashkë, edhe do t'i hedhim që të skuqen në tigan, në tenxhere, ku të doni juve, vetëm duhet të ketë sipërfaqe të madhe që të skuqen mirë. Pasi të jenë skuqur pak, do t'i hedhim qepët. Sa më shumë qep, po njerëz aq më mirë, aq më të shishme bëhen mëlçitë. I hodhëm edhe një çik vaj ulliri. Edhe pastaj pasi u skuqen mëlçitë, do hedhim qepët brenda, derisa të përgatiten edhe qepët e tjera që t'i presi mami, po tregoj dhe maçokët të cilët kanë ngrënë, edhe tani po ngrohen në diell. Ky është më I bukuri, nuk është toni, ky vjen na viziton në shtëpi. Edhe mbajmë rrim me macet e tjera që se neve kemi një 6, ti kemi me jetë. U pren edhe qepët e tjera tani, I hodhëm brenda tek mëlçitë, edhe tani pasi janë skuqur pak do t'i hedhim një çik krip, një çik piper, edhe prej fundi fare kur të jenë skuqur të gjitha mëlçitë do t'u hedhim rigonin. Rigonin nuk ja hedhim në fillim se do na hidherohet. Janë gati mëlçitë siç mund të shikoni. Merrni një copë me bukë, ngjyeni brenda në pjato njerëz edhe shtahani. Është nga gatimet e mia të preferuara bashkë me paçen e plëncit e cila do vi video së shpejti. Kështu që thoni mëlçitë të skuqura për sot, kaloni bukur.